5 skuadrat finaliste të konkursit ndërkombëtar për rikualifikimin e Pallatit të Kongreseve prezantuan këtë të martë projektidet e tyre. Kryeministri Edi Rama, i pranishëm në prezantim, deklaroi se ndërtesa 40 vjeçare kërkon ndërhyrje teknologjike dhe strukturore për të përshtatur me kërkesat e kohës. Dhe qëllimi përfundimtar është që ky pallat të vijë në kohë nga hyrpamja e teknologjisë, nga hyrpamja e cilësisë së hapësirave, nga hyrpamja e gjithë strukturës së riorganizuar dhe të riangazhuar cilësisht, por edhe që ky pallat dhe kjo zonë të bëhet një destinacion tjetër i Tiranës, turistike i Tiranës, kryeqytet i shqiptarëve, i Tiranës aktiviteteve kulturore dhe i Tiranës aktivitetit të përditshëm social, duke mos e lënë një ishull që është gjithmonë një ishull i heshtur kur nuk ka një aktivitet brenda, po duke krijuar edhe këtu jetë siç kemi krijuar rreth rrotull gropës dikushme të stadiumit që sot është një pol tjetër i jetës së përditshme dhe të përnaçme të kryeqytetit. Në fjalën e tij, Rama theksoi se projekti mbështetet në modelin e partneritetit publik-privat përmes Korporatës Shqiptare të Investimeve. Sipas qeverisë, përmes 15 konkurseve ndërkombëtare të realizuara deri më tani, shteti ka siguruar përfitime financiare dhe sipërfaqe ndërtimore për nevojat publike. Pas përzgjedhjes së fituesit, pritet të detajohen hapat e mëtejshëm për këtë objekt.